kategoria ma e nalt e luksit. Kjo është ma shumë i njoftun për me pas mrana qetësi, jo zhurëm. Minimumi 30 litra 100 km. Si më ullë në i fotele në gjuhën popullore. I ka 535. Shënjestër.net. Këtu këna me prezentu një Mercedes S Maybach, Maraklit e din çka është kjo. Për foncat Mercedesit është ndër se cilit me mbri kategorinë më të lartë që e prodhon Mercedesi, në këtë rast Maybachun. Vitin e prodhimit kjo e ka 2015, sa i përket veturave që janë limozin, do me thonë që nuk janë SUV, është modeli ma komfort, ma i miri edhe është ma i gjatë se sa verzionet standarde. Tashti kjo nuk është i njoftun shumë për adrenalin, edhe pse e ofron, sepse i ka 535, ose ku ai fuqi. Në rrugë të larta kjo është shumë komod edhe është shumë i përshtatshëm, domethënë për udhëtime pa lodhje. Pavarësisht fuqisë që e ka, adrenalin të ofron, po kjo është më shumë i njoftun për me pas mrana qetësi, jo zhurëm. Po, harxhon. Minimumi 30 litra 100 km. Motori i tij na është 6000 kubik. V12 me 530 PS, që she cejka pak ma heret. Kush e she këtë shajen V12 të motori e kupton çfarë është, po karakteristika e tij na është edhe ndezja në fillim ç'është bëhet. Sa i përket opsioneve për me lëviz me vetur, i ka gjitha opsionet e mundshme. Line assist, distronic, brake assist, kondin e vdekun. Do me thonë, është vetur që të ofron edhe sigurin, vozitje që nuk len me dal jashtë rrugës, që frenon, është kategoria ma e nalt e luksit. Karrikat, si më ullë në i fotele në gjuhën popullore. Për një Maybach, ekskluziviteti veturës është kryesisht në pjesën mrapa, do me thonë, që me pas komoditet. Si për shembull, shtrirja e komve, pjesa e televizorave, nëse nuk dënë me ndëgju, është me ndëgju se me telekomandë e tjere. Këtu e ka pjesën e telefonit, ku mund është prej këtu, do me thonë, kër e ki telefonin e lidhën me vetur, prej këtu mund është me full në telefon, pa nëzirë telefonin prej gjepit hiq. Ose mund është me komandu këtu masazhat e karrikave. Kur të ntuhesh, e qelë qëto qështo, edhe këtu e ki tavolinën me hongër buk, se na shqiptarët i mojna met veç të buka. Unë zakonisht kur udhtoj me dosta ose me familje, kushdo që ullet mrapa, më thot nuk e di pse në kertonin gjithu merr gjumi. Shënjestër.net